Komuna e Gostivarit po ecën me hapa të qëndrueshëm drejt përmirësimit të cilësisë së ajrit dhe krijimit të një mjedisi më të shëndetshëm për qytetarët. Përpjekjet e saj në zbatimin e politikave mjedisore janë vlerësuar pozitivisht në raportin e Komisionit Evropian për vitin 2025, i cili e përmend Gostivarin si shembull pozitiv në nivel lokal për masat e gjelbra dhe përmirësimin e cilësisë së jetës. Zudi Xhelili nga Departamenti i Ekologjisë pranë komunës thekson se ky vlerësim dëshmon përkushtimin e administratës lokale ndaj zhvillimit të qëndrueshëm dhe shëndetit publik. Për të arritur këto rezultate, komuna me rekomandim të UNDP-s ka vendosur 18 masa konkrete, duke përfshirë përmirësimin e efikasitetit energjetik dhe vendosjen e paneleve fotovoltaike në objektet publike, përfshirë shkollat. Plani nënkupton diku afër 18 masa, të cilat janë zgjerimi i korsive për biçikleta, caktimi i zonave të caktuara në qytet përkombësor, efikasiteti energjetik për objektet që janë nën kompetencat e komunës, siç janë shkollat, qerdhe të kështu me radhë, zavendësimi i djegjeve fosile naftës me djegje ekologjike, siç janë pompat e ajrit, inverterët e kështu me radhë, pastaj aplikimi apo montimi i sistemeve fotovoltaike, siç ka bë Komuna e Gostivarit në disa objekte shkollore dhe salla sportive, pastaj zgjerimi i sipërfaqeve të gjelbruara dhe shumë masa tjera, zavendësimi i koftorëve me dru dhe pelet, për shkak se edhe peletin këtë fundit është treguar jo cilësor dhe bën ndotje në ajrit. Pastaj masa tjera ka pas edhe masa edukative, që ne disa herë kemi organizuar ngjarje të ndryshme për ngritjen e vetdijes publike. Përpos institucioneve ndërkombëtare, institucionet vendore gjithashtu kanë dhënë vlerësime pozitive. Raporti i fundit i Ministrisë së Mjedisit tregon se vitin e kaluar Gostivari ka pasur vetëm 2 ditë me ndotje të lartë të ajrit. Patëm një raport nga Ministria se vitin e kaluar në komunën tonë vetëm 2 ditë kanë rezultuar si ditë me ndotje ekstreme brenda vitit, ndërsa në përgjithësi kemi qenë në normat ekstreme, domethënë në kuadër të normave të lejuara. Po ashtu përmes kadastrës komunale krijuar në vitin 2023, janë identifikuar 40 ndotësit kryesor të ajrit në qytet, për të cilët po merren masa. Të dhënat mbi ndotjen e ajrit merren çdo ditë nga stacioni matës republikan i vendosur në qytet. Matja bëhet çdo ditë, ka stacion matës republikan, i cili është i vendosur te shkolla fillore Goce Delçev. Ne kishim edhe rjetin lokal matës, i cili na shërbeu në fillim 2 vitet e para për të bërë monitorimin e ajrit dhe për të zbuluar zonat nga vinte ndotja. Pastaj na ndihmoi edhe përpilimi i kadastrës së ndotësve, të cilën e bëm në vitin 2023, ku u identifikuan diku 40 ndotës të ajrit në komunën e Gostivarit, që ishin institucione lokale apo institucione shtetërore që përdorshin djegje fosile për ngrohje. Mirë po, kishte edhe ndotës tjerë, të cilët janë të evidentuar në atë katastër të ndotësve, dhe ne filluam një fushat duke i udhëzuar qytetarët që sa më tepër të shfrytëzojnë për ngrohje në periudha dimrore inverter. Për shkak se kostoja e përdorimit të inverterëve është më e lirë se e drurit dhe rezultatet sa i përket ndotjes së ajrit janë evidente. Kështu që ndërtimi i pompave për nxehje në për anvisëri, me të madhe ndërtohen, domethënë implementohen, dhe përdorimi i inverterëve ka dhënë rezultate të jashtëzakonshme. Në vitet e fundit, komuna ka subvencionuar 250 biçikleta dhe ka dhuruar 22 të tjera për të ulur ndotjen e ajrit, si dhe ka mbështetur familjet për blerjen e inverterëve. Xhelili paralajmëron se do të vazhdojnë përpjekjet në fushën e energjisë së ripërsëritshme, menaxhimit të mbeturinave dhe gjelbrimit urban, me qëllim krijimin e një mjedisi më të qëndrueshëm për brezat e ardhshëm.